Përshëndetje miqtë, kam sill bukë misri me djathë feta, doli vërtet fantastike. Sot erdha nga puna, s'kisha bukë tashmi që ka mielin e misrit, po e përgatis shpejt. Në një tenxhere 600 ml qumësht, e zjejmë, një lug uthull molle, e presim qumshin derisa të ndahet hira veç. E trazojmë me lug, ja kështu, dhe ja hedhi mielli direkt të nxehtë. Tu kemi 400 gram miell misri, shtojmë hirrën e përgatitur, komplet me gjithë gjizën, një lug krip e përzim mirë, djathin feta 150 gram gjithsej, 2 lug vaj ulliri e përzim mirë, veshim një tepsi me letër furre, masa e tepsisë 24 cm për diametër. E spërkasim me miell para se të hedhim brumin, me miell misri dihet ajo. I bëjmë disa prerje me pirun kështu, e spërkasim me miell misri sipër dhe direkt në furrë me 220 gradë rreth 1 orë. Shikoni vetë me sy. Gjatë pjekjes unë e lyeva me ujë, ja 2 herë. Kur e nxora prapë spërkata me ujë, mbuloj me picë kuzhine, e lej për pak minuta dhe ja ku kemi gati. Unë e shoqërova sot me supë orizi me presh dhe megjithatë më shijoj kos të përgatitur në shtëpi, mish qingje të mbyllur në tenxhere. Kjo është një vakt, domethënë super vakt për iftar. Megjithatë që sot më duk vetja s'u isha përmet, sidomos me këtë kos i mirë, thellë, u kënaqa. Bukë e misrit me kos, fundi botës. Ju përshëndes, ciao.